Faleminderit shumë. Lejoni që t'ju përshëndes të gjithëve dhe t'ju falenderoj për ftesën në këtë organizim. Nderuar kryeministër, zëvendës, nënkryetare e kuvendit, gjyqtar, prokuror, doktoresha Fatmire, Edi, të gjithë ju që jeni këtu në këtë organizim, po m'vjen shumë mirë që po takohemi bashkë. Faleminderit edhe njëherë për ftesën dhe për mundësinë që sot të shënojmë së bashku ditën ndërkombëtare të gruas. Çdo vit në ditën ndërkombëtare të gruas reflektojmë mbi shkallën e përparimit që e kemi arritur, por edhe mbi rrugën e gjatë që na pret. Në këtë frym duhet ta themi qartë se drejtat e grave nuk janë vetëm çështje grave. Ato janë standard për mënyrën se si një shoqëri e kupton lirinë, por po ashtu edhe demokracinë e saj. Mënyra se si një vend i trajton gratë dhe vajzat e tij është pasqyra më e ndershme e lirisë së atij vendi. Historia na ka mësuar se të drejtat e grave nuk janë dhuratë, ato janë rezultati i veprimit. Çdo e drejtë që sot na duket e natyrshme është fituar sepse një grua dikur e ka ngritur zërin, një tjetër ka protestuar, dikush ka refuzuar ta pranojë padrejtinë si normalitet. Dhe me çdo veprim të tyre, ato frymëzuan gratë të tjera ta gjejnë zërin e tyre dhe të punojnë së bashku për ndryshim të vërtetë. Këtë dëshmojnë shumë gra në historinë tonë, gra që e kanë kthyer bindjen në punë të përditshme. Një prej tyre është Nën Tereza, grua me 7 dhimbje, por me një ndikim që ka përceu kufijtë e çdo kombi. Ajo nuk mbështetej as në pushtet politik e as në institucione, por në bindjen e saj të thellë se dinjiteti njerëzor duhet të mbrohet kudo dhe për këdo. Në një tjetër kohë dhe në një terren tjetër, Shot Galica e mori këtë bindje dhe e ktheu në luftë për liri. Ajo nuk priti që historia t'i hapte rrugë, e hapi vetë atë, duke luftuar krah për krah me bashkëluftarët e saj dhe duke mbetur një nga figurat më emblematike të rezistencës sonë kombëtare. Historia e grave shqiptare është edhe histori e përpjekjeve për emancipim dhe arsimim. Pas luftës së dytë botërore, shumë gra u angazhuan për përfshirjen e grave në jetën publike dhe në arsim. Një prej tyre ishte Didare Dugagjini, e cila punoi për të luftuar analfabetizmin e grave dhe vajzave, duke u mësuar shkrim e lexim në gjuhën shqipe dhe duke treguar se emancipimi fillon nga dia. Kjo na tregon se gratë janë shpesh forca që e nis ndryshimin. Në fund të viteve të 80-ta dhe në fillim të viteve 90-ta, në një kohë tensionesh të thella politike dhe shoqërore, Kosova përballej edhe me plagë të brendshme si gjakmarrja. Në atë klim të vështirë, lëvizja për pajtimin e gjaqeve u inicua nga Hav Shala, grua që e nisi dhe e përhapi frymën e pajtimit. Gjatë luftës së fundit në Kosovë nuk munguan gratë që morën përsipër edhe barën më të rëndë të qendresës. Gjevlla Drovci ishte një prej tyre. Luftare ushtrisë shqirimtare të Kosovës, ajo luftoi deri në frymën e saj të fundit. Gjevlla Drovci mbetet luftarja vetme UÇK-s që mban gradën e general-majorit, gradën më të lartë që ka marrë një grua shqiptare në këtë kontekst. Por historia e grave në Kosovë nuk është vetëm histori e luftës, ajo është edhe histori e rindërtimit dhe e forcës për të vazhduar përpara. Fahrie Hoti është një nga këto figura. Ajo sfidoi dhimbjen, paragjykimin dhe varfërinë duke refuzuar rolin që shoqëria shpesh u rezervon grave të veja. Me themelimin e ndërmarrjes Krusha, ajo krijoi një hapësirë të re për fuqizimin ekonomik dhe dinjitetin e dhjetra grave të tjera që kishin mbijetuar luftën. Ky është një shembull i qartë se kur gratë marrin në dorë fatin e tyre, përfiton familja, komuniteti dhe përfiton e gjithë shoqëria. Nëse i shohim së bashku këto histori, e kuptojmë se rrugët janë të ndryshme, por fillimi është i njëjtë. Dikush vendos të aty i heshtjen dhe të veproj, dhe pikërisht aty fillon edhe ndryshimi. Kështu është ndërtuar çdo hap përpara në historinë tonë, nga njerëz që panë një padrejtësi dhe vendosën të mos kapërcejnë mbi të. Prandaj këto histori vazhdojnë të na flasin edhe sot. Sepse historia e një vendi ndërtohet nga njerëz që kanë guxim të flasin, të veprojnë, por po ashtu edhe të qëndrojnë. Kosova ka bërë përparime të rëndësishme në ndërtimin e një kuadri ligjor për barazi gjinore, por realiteti na kujton se puna nuk përfundon me miratimin e ligjeve. Shumë gra vazhdojnë të përballen me dhunë familje, me pabarazi ekonomike dhe me bariera që në çastin në vendimarrje, por po ashtu edhe në tregun e punës.
Si kryetare e Kuvendit të Republikës Kosovës zotojmë se do t'i fuqizoj mekanizmat e mbikëqyrjes parlamentare dhe do t'ua kujtoj institucioneve përkatëse përgjegjësinë që kanë në zbatimin e ligjeve. Sepse në fund të fundit, qëllimi i gjithë këtij angazhimi është që progresi për cilin flasim të bëhet i dukshëm, i prekshëm për vajzat dhe gratë e këtij vendi. Shpesh e kam menduar edhe në të kaluarën, gjatë kohës sa kam qenë ministre e drejtësisë, por edhe sot si kryetare e Kuvendit, se si duket në praktik progresi për cilin flasim kaq shpesh. Ligjet, po, janë të rëndësishme, politikat janë të domosdoshme, po ndryshimi duhet të ndjehet në jetën e përditshme. Dhe ndonjëherë ky ndryshim shfaqet në mënyrë shumë konkrete, për shembull siç e kemi parë në zgjedhjet parlamentare të vitit 2025, kur pjesa më e madhe e deputetëve gra janë zgjedhur pa u mbështetur në kohën gjinore. Ky është një lajm i mirë dhe shumë inkurajues për shumë gra që ende hezitojnë të përfshihen politik. Përveç kësaj, ky ndryshim kaq i rëndësishëm na tregon se qytetarët e Kosovës po i shohin gjithnjë më shumë gra si udhëhecëse të besueshme dhe si pjesë e natyrshme të vendimarrjes politike. Në një farë mënyre kjo është edhe një dëshmi se puna dhe përpjekjet e shumë grave ndër vite kanë ndryshuar mënyrën se si shoqëria jonë e kupton rolin e gruas në politikë. Ky është një hap përpara për demokracinë tonë. Tani na takon neve të vazhdojmë punën derisa të drejta, drejtësia dhe veprimi të bëhen realitet për çdo grua dhe për çdo vajzë në Kosovë. Nëse vazhdojmë të veprojmë së bashku, me guxim dhe me besim tek njëra tjetra, atëherë historia që do të shkruhet nesër mund të jetë më e drejtë, më e barabartë dhe më e fortë se ajo që kemi trashëguar. Faleminderit edhe një herë. Jemi duke